aktor për këtë, por i nderuar trup gjykues veten se quaj terrorist, me që askënd se kam vrarë, askënd se kam lënduar dhe asnjë plumb nuk kam quajtur ndaj policisë se as ndoj kujt tjetër. Nga pushka ime që më është gjetur mua, ka mundur të vërtetohet se janë shkrepur 2 plumba, të 2 në reflektorin që ka qenë në manastir. Si e shihni ju këtë, si e komentoni? Këtë deklarat, të një prej të akuzuarve. Janë përfundimtare një të akuzuar i cili e ka dhënë para trupit gjykues, pra në rastin konkret është vetëm një prezantim ose një tendencë për ta shfaqsuar veten, mirë po në procedura gjyqësore, përkatësisht në procedura penale, nuk shfaqsohet vetja duke aluduar në dashjen ose në prezumimin e një narracioni që e tregon vetë. Pafajësia vërtetohet në procedura penale me veprime konkrete, përkatësisht me kundërshtimin konkret të së cilës provë veç e veç. Në rastin konkret nuk janë kundërshtuar se cila provë veç e veç, ai ka ndërtuar një narracion për me provu, për me mbrojtë veten, mirë po gjykimi ka ndodhur në tërësi dhe si e tillë duhet të gjykohet, pavarësisht veprimit apo mos veprimit të secilit veç e veç. Dikush ka mund të shti 2 herë, dikush 20 herë, dikush mund ta ketë vrarë personin tjetër, në këtë rast siç kemi heroin Bunjaku, dhe mund të ketë bërë veprime tjera të ngjashme, janë veprime të cilet janë ndërmarrur në grup, pra në veprime të organizuara. Nuk mund të specifikohet dhe nuk mund të gjykohet një rast kur kemi këto mënyra të organizimit të veprave penale që në mënyrë specifike të specifikohen veprimet e tyre. Por që është e vërtetë që prokuroria në ekzaminimet e tyre që i kanë bërë dhe provat e tyre që kanë mbledhur nga vendi i ngjarjes, është vërtetuar se i njëjti e ka pranuar edhe vetë në fjalën e tij përfundimtare që e ka përdorur automatikun përkatësisht armën cilën e ka poseduar atë ditë, dhe se ku ka shënë dhe çka ka bërë me të,